A ke dëgjuar ndonjëherë historinë e pabesueshme të shqiptarit që vrau një tigër me duar të zhveshura? Po, tingëllon si legjend, por është një nga rrëfimet më të fuqishme që ka mbetur brez pas brezi. Historia nis rreth shekullit të 17-të, ku shumë luftëtar shqiptar udhëtonin në përbot si mercenar. Disa luftonin në Egjipt, disa në Persi, por një grup i vogël arriti deri në Indi, në oboret e princave më të fuqishëm të kohës. Ndërta gjendej edhe ai, një malsor i heshtur, trup madh që indianët e quanin Shqiponja e bardhë, jo vetëm për guximin, por për shpejtësinë dhe forcën e tij të jashtëzakonshme. Një natë, ndërsa kampi flinte, nga pylli shpërtheu një ulërim e frikshme. Një tigër bengal, i uritur dhe i tërbuar, sulmoi befas. Ushtarët u shpërndan, disa ranë për tokë, disa u fshehën. Askush nuk guxoi të dilte përballë përveç shqiptarit. Ai eci drejt bishës pa shpatë, pa shtizë vetëm me duar. Tigri kërceu mbi të me forcë të tmerrshme, por shqiptari e kapi për nofullat. Me duar të zhveshura, me forcën e krahëve që vetëm malet i japin. Filloi një përleshje e egër. Toka u drodh, kampi u kthye në kaos. Ushtarët pan me tmerr se si trupi i shqiptarit dhe tigrin rrokulliseshin në tokë, me shpërthimeve të bishës. Dhe pastaj u bë heshtje. Shqiptari doli mbi trupin e tigrit i gjakosur, i lodhur, por i gjallë. Tigri i shtrirë, i mposhtur. Kur ju afruan, ai thjesht tha: "Nuk ka bish mbi tokë që frikson një shqiptar." Që atë ditë në Indi, ai u bë legjend. Njeriu që mundi tigrin, njeriu që sfidoi vdekjen, njeriu që tregoi se trimi shqiptar nuk njeh kufi.